Me një aktivitet të pasur kulturor-artistik, shkolla fillore Naim Frashëri, fshati Kjagoll të Kërçovës, shënoi ditën e shkollës. Drejtori i kësaj shkolle, Ismet Selimi, tha se në këtë ditë kjo shkollë ka festë të dyfisht, duke kujtuar se me këtë rast shënohet 83 vjetori i themelimit të kësaj shkolle në gjuhën shqipe, fal kontributit madhor të ministrit të arsimit të asaj kohe Ernest Koliqi, i cili solli në këto treva mësuesin e parë Pertefa Bas Terepelin për të hapur dritën e diturisë. Po ashtu në këtë ditë u shënua edhe 20 vjetori i emërtimit të kësaj shkolle me emrin e rilindasit të madh Naim Frashëri. Sot shkolla jon ka feston 20 vjetorin e emërimit të kësaj shkolle me emrin e të madhët Bilbili gjuhës son shqipe Naim Frashëri, gjithashtu 83 vjetorin e hapjes së shkollës shqipe për herë të parë nga ministri i atëhershëm i Shqipërisë i madhi Ernest Koliqi, i cili dërgoi këtu të madhin të pazaventueshmin, ai i cili rrënjosi gjermat e arta shqipe këtu Pertefa Bas Terepelin. Unë në emrin tim, në emrin të nxënësve, të prindërve të gjithëve, u uroj këtë ditë duke u dëshiruar shëndet, mbarësi dhe suksese, edhe pse suksesi asnjëherë nuk ka munguar dhe nuk do të mungojë në këtë shkollë, se pas të madhit Pertefa Bas Terepeli, nxënësit e tij vazhduan të shëndrisin rrugën duke mbjell shkronjat e arta dhe duke u përkushtuar densisht dhe me përkushtim thënjes së Naimit të madh vetëm dritë e diturisë përpara do të na shpirë. Më pas në skenë u paraqitën nxënësit me pikat e tyre artistike, të cilat u duar trokitën fuqishëm nga të pranishmit. Dallën dyshen se merë gjumi, është plot brenke malëngjim. Nesër herët palindrita, do të bëj një rrugotim. Bajata e nënës. Në mbrëmje u kthye ai në shtëpi, i lodhur, i ngrystur, me traktet në ngji, mes natës së shurdhër, së errët së shkret, do ngjistaj traktet kudo në qytet. Gjithashtu me rastin e kësaj dite u ndan edhe mirënjohje për arsimtarët dhe nxënësit për arritjet e larta gjatë këtij viti shkollor. Në këtë manifestim morën pjesë nxënës, mësimdhënës, prindër, përfaqësues institucionesh e qytetarë të tjerë.